Imam Husejni, njeriu më i dashur për banorët e qiellit. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush dëshiron të shohë njeriun më të dashur të banorëve të qiellit nga banorët e tokës, le të shikojë Husejni. Ky hadith nënvizon dashurinë, pozitën dhe nderimin e jashtëzakonshëm të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, tek Allahu dhe tek banorët e qiellit, engjëjt. Çfarë do të thotë më i dashur i banorëve të qiellit? Kjo do të thotë se Imam Husejni gëzonte një pozitë të lartë shpirtërore, ishte i pastër në besim, i dashur tek Allahu dhe i nderuar nga engjëjt për virtytet, sinqeritetin dhe afërsinë e tij me të dërguarin e Allahut. Pse ka një pozitë kaq të veçantë Imam Husejni? Sepse Imam Husejni është nipi i profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Është pjesëtari e Ehli Bejtit të profetit. Është një nga dy zonjtrit e të rinjve të banorëve të xhenetit, së bashku me vëllain e tij, Imam Hasanin. U bë simbol i qëndresës ndaj padrejtësisë dhe mbrojtjes së vërtetës, veçanërisht në ngjarjen e betejës së Kerbelas. Hadithi nuk synon të ul pozitën e profetëve të tjerë, as të babait të tij Imam Aliut, as të vëllait të tij Imam Hasanit, por hadithi synon të tregojë dashurinë e veçantë që Allahu dhe i dërguari i tij kishin për Imam Husejnin. Mesazhi kryesor i këtij hadithi është: ta duash Imam Husejnin do të thotë të duash njeriu që profeti e paraqiti si një nga krijesat më të dashura tek Allahu dhe të marrësh prej tij mësimin e besnikërisë ndaj së vërtetës, drejtësisë dhe sakrificës për fen. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin.